Bashkëthemeluesi i kartelit të Sinaloas Ismael El Mayo Zambata Garcia u dënua të hënën në një gjykatë federale në Brooklyn me burgim të përjetshëm, pa mundësi lirimi me kusht dhe urdhërua t'i konfiskohen $15 miliard në një nga rastet më të mëdha të ndjekjes penale kundër një udhëheqësi karteli në historinë e drejtësisë amerikane. Vendimin e shqiptoi gjyqtari i gjykatës së rrethit të SBA-s Brian M. Cogan, i njëjti magjistrat që dënoi Joaquin El Chapo Guzman Loera në vitin 2019, duke u dhënë kështu dy themeluesve të organizatës të njëjtin fund pas dekadash. Seanca zgjati rreth 35 minuta. Zambata, 76 vjeç, u paraqit pa pranga dhe lexoi një deklaratë përmes një përkthyesi në spanjisht. Askush nuk fiton në një luftë të tillë, tha ai, ndërsa kërkoi falje për dëmin që kam shkaktuar dhe për shembullin që kam dhënë, dhe u bëri thirrje brezave të ardhshëm të zgjedhin një rrugë tjetër. Nëse ka një gjë me vlerë që mund të them sot është kjo, dhuna duhet marr fund, shtoi bashkëthemeluesi i kartelit. Dënimi mbylli një kapitull që prokuroria amerikane e ndërtoi për vite. Zambata u deklarua fajtor në gusht 2025 për drejtimin e një ndërmarrjeje kriminale të vazhdueshme dhe për komplot në kuadër të ligjit kundër krimit të organizuar, duke pranuar përgjegjësinë për 85 vepra penale bazë, pasi prokurorët rënë dakord të mos kërkonin dënimin me vdekje. Në momentin e pranimit të fajësisë, Zambata tha se nga viti 1980 deri vitin e kaluar, ai dhe karteli i tij transportuan të paktën 1.5 milion kilogram kokainë, pjesa më e madhe e së cilës shkoi në Shtetet e Bashkuara. Përveç kokainës, organizata shpërndau heroin, fentanil dhe metamfetamin. Sipas prokurorit, që sundimit të Zambatos, më shumë se 1 milion amerikan vdiqën nga mbidozat. Portreti i njeriut pas shifrave është po aq domethënës sa vetë shifrat. Zambata, baba i 16 fëmijëve në moshë nga 6 deri në 55 vjeç, tha se hyri në tregtinë e drogës si kultivues marijuane në vitin 1969, pasi kishte lënë shkollën me arsim deri në klasën e 6. Ndryshe nga El Chapo, emri i të cilit u bë botror pas aratisjeve nga burgu në 2001 dhe 2015, Zambata mbeti një figurë e fshet që për rreth 5 dekada shmangu arrestimin. Rënia e tij erdhi nga brenda vetë organizatës. Zambata u arrestua në korrik 2024, pasi sipas avokatit të tij, Frank Perez, u lidh, u rrëmbye dhe u dërgua me makinë tek një avion privat nga një prej djemve të Guzmanit, Joaquin Guzman Lopez. Autoritetet amerikane po e prisnin avionin kur u ul afër El Pasos dhe të dy burrat u vunë menjëherë në pranga. Ai zbarkimi shkaktoi kartelit një përçarje të përgjakshme. Arrestimet nxitën një luftë vdekjeprurse në Sinaloa, që përballi besnikët e Zambatos me përkrahasit e djemve të Guzmanit, të njohur si Los Chapitos. Konflikti mes dy fraksioneve vazhdon të tërbohet, veçanërisht në shtetin e Sinaloas. Urdhri i konfiskimit prej $15 miliard sado historik, betet kryesisht simbolik për momentin. Prokurorët i thanë gjykatës se ende nuk kanë identifikuar apo rikuperuar asnjë prej këtyre aseteve, siç e kishte formuluar për Financial Times ish specialisti federal për konfiskimin e pasurive Stefan Casella, derisa të gjenden asetet. Shifra mbetet vetëm një shifër. Urdhri tregon shkallën e fitimeve që prokurorët pretendojnë se karteli gjeneroi ndër dekada, ndërsa pranimi se nuk është rikuperuar asnjë aset nxjerr në pak kufit praktik të gjobave financiare kundër organizatave transnacionale të trafikut. Në anën e mbrojtjes, avokati Frank Perez kërkoi që Zambata të vuajë dënimin në një spital burgu, duke argumentuar se ai përballet me një sër probleme shëndetësore të lidhura me moshën dhe do të ketë nevojë për kujdes të vazhdueshëm mjekësor. Reagimi zyrtar ishte i prerë. Ismael Zambata Garcia kaloi gati 4 dekada duke elmuar komunitetet amerikane për të fituar miliarda dollar dhe duke urdhëruar vrasjen e kujdo që i dilte përpara. Sot, ai kapitull mbyllet përgjithmonë, tha prokurori i SBA-s për rrethin lindor të New Yorkut, Joseph Nocella Jr. Rasti ishte një ndjekje e përbashkët e zyrave të prokurorit për rrethin lindor të New Yorkut dhe rrethin jugor të Floridës, me tim të udhëhequr nga DEA, HSI dhe FBI. Brezi themeluesi i kartelit të Sinaloas tashmë është pothuajse i tërë i pasekurave ose i vdekur. Joaquin Guzman Lopez, i cili zbarkoi në pistën e New Mexico krah Zambatos, përballet me akuzat të tija federale dhe raportohet se po bashkëpunon me prokurorët, ndërsa vëllezërit e tij, Ovidio dhe Ivan Guzman, gjithashtu ndodhen në paraburgim në SBA në pritje të gjyqit.